Pra duaja, për vazhdoj me librin, duaja 102, thëni Allahu Akbar dhe Subhanallah gjatë ecjes në udhtim. Thot Xhabir radiallahu anhu, se kur ngjiteshim përpjet me pejgamberin sa thonim Allahu Akbar. Ndërsa kur zbrisnin të pjet, domthon pejgamberi sa kur zbrisnin të poshtë, thonin Subhanallah. Pra, njëra prej duave që ka përmend autori këtu është thëni Allahu Akbar dhe Subhanallah gjatë ngritjes dhe zbritjes. Momentin që ka hyp dikon lart, kanë thonë Allahu Akbar. Momentin që kanë zbrit poshtë, kanë thonë Subhanallah. Dhe kjo formë e sunetit e traditës ka qenë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj edhe te shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thënia Allahu Akbar, Ibn Ajay rahimahullah kur e bën këtë lidhjen mes këtyre dy thënieve, Allahu Akbar dhe Subhanallah, thotë që thënia Allahu Akbar zakonisht që është përdorur në hadithin e pejgamberit sa kur është ngjit përpjet, ka pas për qëllim se në momentin që njëri ngjitet me diçka, me kafshën e tij përpjet ose me çka do prej mjeteve të udhimit, momentin që nxitet përpjet, sheh nga krijesat e mëdha të Allahut azza wa jall. E sheh natyrën, domthonë për kodrat maja, në për vende ku ngjitet ai, sheh natyrë, sheh gjëra krijesa të mëdha të Zotit, dhe sikur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka pa këtë gjendje, ka thonë Allahu Akbar, që më tregu se Allahu është më i madh se çdo gjë që unë po e shoh para syve të mi. Këto krijesa të mëdha, këto gjitha janë krijesa të Zotit dhe asgjë prej tyre karshi Zotit nuk ka kur një farë peshe. Madje as nuk ka mundësi më krahasu. Andaj Allahu është më i madh nga çdo gjë që më sheh syni mu tash kur hypa në këtë lartësi. Për këtë arsye dietar thonë këtu është edhe ajo ai kujdesi pejgamberit për veten e vet që mos me i hi në zemrën e tij asnjë pikë, asnjë grimc e ndaj farë ndjenje të mburrjes ose mendjemallësisë ose çore çu shkum hyp ose ku kum hyp ose çka po shoh ose kështu me radhë, edhe pse kjo ndoshta është e largët me mendu, por ka mundësi nefsi me hi edhe çto. Kurse Subhanallah është kur zbrit të poshtë, faktikisht je kon me një vend të lartë, të bukur, të mirë, pastaj ke rrotë e poshtë, dhe Subhanallah që kemi treguar na është me lartësu dhe me shfaqsu, me zhvesh Zotin prej çdo mangësie. Kjo fjalë Subhanallah. Kur e zhvesh Zotin prej çdo mangësie. E do me tregu që Zoti është i plot, e thot Ibn Ajay rahimahullah, kjo i përshtat të gjendjes, për arsye se kur zbresh në vende të poshtme, të ulta, faktikisht kur thu Subhanallah, sikur që don me thonë që Zoti nuk është i ult, edhe domthonë në kësi pozitë të ult, sikur që është po zbresmi na. Faktikisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku ka shku, çish e kena mësuar këtë dua vazhdimisht, ku ka shku, çdo vend që ka shku, e ka përkujtuar Allahun azza wa jall. Deri në çet masa, saqë i ka bëu këto forma të dhikrit, përkujtimit të Zotit, në momente që edhe janë lidhur çka hon dietarët në çështje, që ndoshta njerëzit nuk i shkon mend atë. Ndoshta ku nuk i shkon mend që në momentin ta shefni diçka të madh, më thon Allahu Akbar. Allahu është më i madh. Mirë, po i ka shkuar mend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për arsye se zemra e tij ka qenë lidhur me Zotin. Domthonë sikur që nuk është mahnit me kurrë, ju ka duke bukur, ju ka duke interesant, po nuk ka mbet i kapur me kurrë duke ditë se Allahu është më i madh. Çka do të shohune është më e madhe shumë është asgjë karshi madhërisë e Allahut azza wa jall. Po ashtu edhe çdo gjë, çdo pozitë që unë e bëj, që ka mundësi me qenë ult e përbuzur, në çdo moment unë e madhroj edhe e zhveshi dhe e shfaqsoj Allahun azza wa jall nga çdo emet. Allahu është i plot, i patmeta, është unik. Dhe kjo është edhe prej suneteve që ka thonë dietar se është mirë me thonë njeri jo vetëm në mjetin e udhtim, në mjetin e udhëtues që ka qenë më herët domon kafsh, po lejohet edhe në çdo mjet që e përdor tash ose edhe në çdo hypje që kiti përpjet. Momenti që hyp edhe nëse si në mjet, është mirë me thon Allahu Akbar, dhe momenti që zbrit është mirë me thon Subhanallah. Kjo pra është sa i përket kësaj duaje, walhamdulillahi rabbil alamin.